që po e lojnë vendin tonë? Mirë vija buj. Use të shakon e ri isha shku edhe vetë. Ishe dalë edhe vetë? Po. Te ka gjepin se kur del pani thënë në gjep i riu, sidomos shumë keq. Cila është arsyeja që po e lojnë vendin tonë? Jënë edhe pagat, jënë edhe punësimi. Pse? Shkom punon një muj dit, mujnë e dytë në rohet me njerë. Tash unë e thash ma herët me qu, po si veni jytë nuk ka. Përshëndetje, çfarë mendimi ki për rinin që po e lojnë vendin tonë? Mirë vija buj. Use të shakon e ri isha shku edhe vetë. Ishe dalë edhe vetë? Po. Me gjithse përka kushtet s'po ples, po shumë keq puna. A mendon që është u boshatis kë vend? Me të më madhe. Me të madhe. Dhe pas parasyshin e përkatunde... Në përkatune ma sidomos ma shumë. Ma shumë. Atje në kushtet shumë atë Cila është arsyeja që po e lojnë vendin tonë? Po thëmë... A mendon që pagat e vogla? Jënë edhe pagat, jënë edhe punësimi. A mendon që punë po ka mjaftueshëm, po nuk po dojnë me punu? Po me këshyrë, po lypet që tash punë, po rinia e ka hupe dhe besimi. Pse? Për që ata, pse? Shkom punon një muj dit, mujnë e dytë në rohet me njerë, si për pak, si për gjitha tjera. Qashtu, dhe më thonë, e ndronë pagën, e ndrojnë, a i normalisht çdo njeri hin me punu për mi u rrit paga? Po, Atë, me posë. pa kontrol, qa mendon ti, a duhet me punu, a s'duhet me punu? Po, mbare tash, kur e ka rrugën e mirë edhe pa kontrat bënë. Edhe pa kontrol. Edhe pa kontrat, besh do të punon. Veç do të punon. Te ka gjepin se kur del pani thënë në gjep i riu, sidomos shumë keq. A vyn as vyn? Nuk vyn. Nuk vyn. Çfarë këshille i kishe për nis? Pa e rinis, tash unë e thash ma herët me qu, po si veni jytë nuk ka kërkun. Qashtu. Edhe ma i shtire, edhe ma i rahat shumë se në vend vetë një riu s'ka kërkun. Na të falenderojmë shumë që ndove Qashtu. punën. E pa të shnetën. E sa je i kënaqur me punën e kryeministrit që është e bo, punën aktuale këtu që është e bo tash? Nëse? Sa je i kënaqur me kryeministrin sot, a është punu drejt dhe mirë? Lejoni me të përgjigjna drejt në pyetje pak më vonë. Okej. Prezentohem, unë jam profesor doktor Sabri Kateriu, me doktoranturë të Zagrebit, pedagog në 3 shtete në gjuhën shqipe, financat publike, financat shtetërore. Thamë se shtetin historikisht me Koran e me Bibël e ka formu populli me shërby popullit. Sa i përket 2 shteteve në Ballkan, ndoshta me ndryshim prej Kosovës, pak ma vonë përgjigjen pyetje tonë, për mu jenë kneta moqale ku mbisundojnë krokodilat. Ke parasysh? Sipas teje kush janë krokodilat? Për mu, veç moment, shkenca, teknika, teknologjia, inovacionet, kjo që e shef ti, kompjuteri, e shumë gjona tjera, ju të rritë jenë vetëdijshëm ndoshta se çfarë kona të mira po vinë. E vërteta do dënë si përfaqe, prandej, këta krokodilat do të shkojnë atje ku e meritojnë, ndërsa ai uji do destilohet edhe toka do të produkte të larta, produktivitet të lartë. Sa i përket këtyne shteteve në Ballkan, afërsisht edhe në Evropë, por në kuadër shteteve në Ballkan, prapë Kosova i ka punë të më të mira. Ma të mira. Mbi gjitha, unë studente e kom pas Vjosa Osmanin. Studente e ki Po. pas. Jenë do gjona Si që... studente ka qenë, pasi që pas ke pas studente? A ka qenë studente e mirë? Që të pyetje ma ka bo njeni, sa ka qenë e mirë e ka notën, nuk e di. Po na nuk e di Ka qenë e disiplinushme, ke parasysh. Po. Unë do të jam i obliguar për këtë vjet që i kam e thënë të vërtetën. Normalisht. Megjithatë, intelektuale me gjuhën anglishte nivel e njëjta gjë edhe. Por një e vërtetë është kjo, që nëse doni me thonë bisedën që jo kum bë unë me studentën dikur time tani presidente Vjosa. Vjosa thash. Një politik që nuk bazohet në shkencë, ndije, teknik, teknologji, ka me dështu. Ju keni bë shumë gjëra të mëdha, shumë gjëra të mira dhe po bëni. Po një çka është minus është se e keni hedh njerëz, a kupton, shkencës, dijes, teknologjisë dhe ata në shtete tjera
po kanë suksese, shembull konkret. Një doktor profesor unë jam ai, me doktoratur Zagrebit, marë pensionin njëjtë si studentat e mi që i kanë kry. Ndërsa, kolegu im Beograd në Zagreb merë 5 herë pensionin më të madh. Ndërsa, presidenti shtetit merë 30% më shumë, ndërsa ti Vjosa merë 12% më shumë se pedagogët. Nështë ju këtu se thoni, Ka rastis me pona i herë ajo Vjosën tha në profesor, qytet? tha, kemi zgjidh këto probleme, ajo më tha. Edhe besoj që i zgjidhin. A dikush që nuk është puna unë, se s'po flas për vetja, po mas ja nisa. Unë shtëpinë teme kom shtru në universitet. Shtëpinë në Ulqen e kom shtru për refugjat. S'po flas për vetë, edhe s'është më rëndësi, heq unë, po është më rëndësi me zgjidhjen problemet. Ku e do ti që ky një profesor doktor që është në universitet, në Mitrovicën e Veriut, pe do 5 herë pensionin ma tullë në Kosovë, se sa kishte me morë në Serbi. Prej se egzistoj unë, si fëmijë e i rritun, unë gjithmonë ku menu dhe menoj tani, se çështja e zhvillimit ekonomik, shoqëror, social, e sidomos kjo që quajmë veprimtari shoqërore, arsimi, kultura, shkenca, mbrojtja sociale është me rëndësi të veçantë, dhe se nga kjo varet zhvillimi, përparimi, e që shkenca praktikisht edhe kushzon edhe mundson. Mundson zhvillimin, po dhe kushzon. Prandej këto politika që nuk bazohen shkencë, profesion, teknik, teknologji, inovacione, gjitha do të dështojnë. Ndoshta emramja do të jetë kjo në Kosovë, edhe kam një mendim të mirë me këto vërejtje që i thash, se këta janë më të mirë se gjithë këta tjerë në Ballkan. Na të falenderojmë shumë për Ato edhe diçka që më smeqiti. Krejt perfekte, do me Edhe thonë, u pak, përgjigje. a bon? Po, normalisht, vetëm për pyetjen, Për mu, sa i përket çështjes politike nivel botror, po, për çfarë? jenë disa gjëra që duhet me thonë unë si njerëz, mas pari si pedagog, Normalisht. si njeri shkencë, si profesionit, sa që kam përshtypjen, kësisoj, që mundi me qenë ju e rezervu me mendimin e juj, se vetë Bajdeni është tu pangji që i bje tu panit me porosi. Ndërsa, shtetet evropiane jenë instrumentalista, Po, Erdogani surlegji, ndërsa këta udhëhecën Ballkan, ndërta Aleksandar Vučići, është vetëm një pion i shahut, a kupton, ose këta tjerë të gogla dushkut, lëvizin, që lufta më e re, krejt Evropën e ka shti që e kem pas gjithmonë anë mik numër 1 shqiptarët, me një turisht, a kupton. Ndërsa ajo në fillim që thash, ky liqe me këta krokodila, uji do të filtrohet, toka do të prendimente të lartë, ndërsa këta do të shkojnë atje ku e meritojnë. Një pjesë e tyre do të shkojnë në riciklim, një pjesë e tyre do t'i takon mbeturinave historike. e vërtet. Nëse thuni që to thuni, nëse thuni punë për ju, E vërtet. a beson që qështor?